Një gjykatës federal amerikan publikoi këtë të mërkur një dokument të përshkruar si letër vetvrasje të financierit Jeffrey Epstein, i cili u gjet i vdekur në qelinë e tij në vitin 2019. Në shënimin e shkruar me dorë përfshihet fjalia: "Është privilegj të zgjedhësh momentin për t'i dhënë lamtumir jetës." Dokumenti u bë publik pas një kërkese të gazetës New York Times, ndërsa gjykatësi argumentoi se materiali konsiderohet dokument gjyqësor dhe duhet të jetë i aksesueshëm për publikun. Megjithatë, ai sqaroi se gjykata nuk ka verifikuar autenticitetin e letrës dhe as mënyrën se si ajo është ruajtur ndër vite. Në shënim, Epstein duket se i referohej hetimeve ndaj tij, duke shkruar se hetuesit nuk gjeten asgjë. Dokumenti ishte shfaqur disa javë para vdekjes së Epstein, pas një incidenti që autoritetet atëherë përshkruan si tentativë të mundshme vetvrasjeje. Jeffrey Epstein, financier dhe i dënuar për abuzime seksuale, u gjet i vdekur në burg në gusht të vitit 2019. Vdekja e tij u shpall vetvrasje, por rasti vazhdon të mbetet objekt debatesh dhe teorish të shumta në SBA.